Kandidati demokrat Lulzim Basha vijoi fushatën në kryeqytet në njësinë bashkiake nr. 3. Gjatë prezantimit të kandidatit të kësaj njësie, zotit Ilir Kokona, Lulzim Basha u ndal në projektin e tij për Bashkinë e Tiranës. Sipas tij, numri i taksave të Bashkisë së Tiranës është akoma më i lartë dhe premtoi heqjen e 60% të tyre brenda javës së parë të qeverisjes së tij në Tiranë. Është e vërtet, nuk janë 82 taksa dhe tarifa. Janë plot 85 taksa dhe tarifa vendore. Heqja e mbi 60 taksave dhe tarifave vendore nuk është slogani im politik, është zotimi im dhe unë do ta bëj realitet brenda javës time të parë si kryebashkiaku juaj i ardhshëm. Më tej, kandidati për Bashkinë e Tiranës Lulzim Basha u ndal te procesi i punësimit, duke nënvizuar se shkurtimi i taksave do të krijojë vende të reja pune. Punësimi i qytetarëve të Tiranës jo vetëm nuk do të jetë diçka e huaj, e pakuptueshme, jo brenda kompetencave të bashkisë, por do të jetë detyra numër 1 e kryebashkiakut tuaj të ardhshëm. Taksat e ulura do të bëjnë të mundur hapjen vetëm në 6 mujorin e parë të 4.000 vendeve të reja të punës në Tiranë. Në njësi nr. 3 për koalicionin Aleanca për Qytetarin, rikandidon Ilir Kokona, i cili u largua nga Partia Socialiste për t'u bashkuar Lëvizjes Socialiste për Integrim.